Pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kryeministri Edi Rama ka marrë një sër mesazhesh mbështetëse nga lider të rëndësishëm botror. Presidenti francez Emmanuel Macron uroi në mënyrën e veçantë me një mesazh në gjuhën shqipe, teksa shkroi urime miq i dashur për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare. Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, thuhet mes të tjerash në mesazhin e tij në shqip. Nuk mungoi urimi edhe nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila vlerëson edhe progresin që Shqipëria ka bërë në drejtimin e Ramos në rrugën drejt integrimit evropian. Urime për fitoren në zgjedhje. Në udhëheqjen tuaj Shqipëria ka bërë përparime të mëdha drejt bashkimit ton, le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reforma drejt BE-s. Shqipëria e meriton të jetë në Bashkimin Evropian. Me padurim pres t'ju uroj personalisht nesër në Tiranë, shkruan ajo. Kryeministra italiane Giorgia Meloni, që ishte edhe e para ndër liderët që reaguan, theksoi rëndësinë e miqësisë mes dy vendeve dhe vlerësoi bashkëpunimin strategjik me Shqipërinë. Ajo zotua për të vazhduar forcimin e marrëdhënieve dypajshme në funksion të stabilitetit në Ballkan dhe integrimit evropian të Shqipërisë. Nga lindja e mesme, presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed Al Nahyan shpreh urimet e tij të sinqerta për Ramën, duke nënvizuar rritjen e fortë të dy marrëdhënieve mes dy vendeve dhe dëshirën për bashkëpunim të mëtejshëm në të mirë të popujve përkatës. Edhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez shpreh urime për fitoren bindëse të Ramës dhe cilësoi mbështetjen e qytetarëve shqiptar si dëshmi të qartë të përkushtimit për integrimin evropian. Urime erdhën edhe nga kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, i cili shprehu dëshirën për forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe bashkëpunimit në kuadër të NATO-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgëzoi gjithashtu kryeministrin Rama për rezultatin dhe vlerësoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj Ukrainës në kohë lufte, ndërsa konsideroi Tiranën si një shtëpi të dytë. Mesazhet e liderëve europian vinë në një kohë kur të premten e 16 majit, të gjithë do të zbresin në Tiranë, ku do marrin pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian.